Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 17 prill, kjo ditë quhet e premte, e ndritshme, dhe neve në këtë ditë lexojmë një pjesë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 3, vargu 1 deri në vargun 8. Siç edhe do e dëgjojmë në këtë pjesë na flitet për një mrekulli që bëri apostullt Petro dhe Johani në tempull. Më konkretisht na thuhet, por Petro dhe Johani po ngjiteshin bashkë në tempull rreth orës së 9 në orën e lutjes, dhe aty ishte njëri i qalë që prej lindjes, të cilën e sillnin çdo ditë dhe linin afër derës së tempullit, e quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai kur pa se Petro dhe Johani po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Petro dhe Johani, duke ngulur syt mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Petro i tha: "Unë nuk kam as argjend as armë, por atë që kam po ta jap në emër të Jesu Krishtit Nazaret, çohu dhe ec." Dhe ai e kapi nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë, dhe në atë çast u forcuan këmbët dhe nyjet. Dhe me të hovur u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë. Hyri në tempull duke ecur e duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Pra, na tregohet për një mrekulli që u bë në tempullin e Solomonit. Petro dhe Johani, si dishepuj të Krishtit, po shkonin në tempull për të lutur. Duhet dim se ata vazhdonin lutjet që kishin judenjt që bëheshin në tempull, por këto lutje që drejtonin Perëndis tashmë drejtonin në emër të Jesu Krishtit, sepse vetë Zoti Jezu Krishti kishte urdhëruar, duke thënë apostujve: "Deri tani nuk e keni kërkuar Atit asgjë në emrin tim. Lutuni Atit Perëndin në emrin tim dhe çdo gjë që të kërkoni do t'ju jepet." Kështu që ata shkonin në tempullin e Solomonit, që ishte qendra fetare më e madhe që kishin judenjt, dhe atje ata i drejtonin Perëndis lutjen në emër të Jesu Krishtit. Kjo tregon që edhe pas ngjalljes së Krishtit, ata vazhdonin praktikat e lutjes dhe disiplinës shpirtërore. Shumë e domosdoshme kjo që të kemi një disiplinë lutje, sepse lutja është një komunikim i përditshëm me Perëndin dhe energjizim që besimtari i bën vetes së tij. Prandaj lutja quhet dhe nëna e gjithë virtuteve. Pa lutje ne nuk mund të komunikojmë dhe të nuk marrim fuqinë e Perëndisë dhe ta bëjmë atë vepruese, siç do shikojmë edhe më poshtë. Por atje, siç na thuhet tek pjesa që lexuam sot, ishte një njeri qalë që prej lindjes, të cilin e sillnin çdo ditë dhe e linin afër derës së tempullit, e quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ishte një njeri i qalë, patjetër që bëhet fjalë për njeri ndoshta të lindur të tillë, dhe ky njeri i qalë nuk hynte brenda tempullit, por hynte në derën e bukur, dhe ky njeri i qalë përfaqëson, sipas interpretimit që japin etrit e kishës, gjendjen e pafuqisë njerëzore ose gjymtimin mendor, shpirtëror, trupor të njeriu që erdhi për shkak të mëkatit të gjyshor dhe mëkateve personale. Duhet dim se nëse nuk do kishte mëkat në botë, nuk do kishte as gjymtime, as sëmundje të lindura ose të fituara. Patjetër, ndoshta nuk mund të jenë mëkate thjesht personale, por mëkati në botë është me teprik. Kështu që duhet dim se mëkati është shkaku i sëmundjes. Dhe ky njeri i qalë simbolizon gjithë natyrën njerëzore të mëkatshme, të gjymtuar dhe të paavë për të hyrë në komunikim me Perëndin. Pra, ky i qalë shikohet si një figurë e gjendjes shpirtërore të njeriut pa ndërhyrjen e Perëndis. Njeriu pa ndërhyrjen e Perëndis në gjendjen e tij mëkatare është i mangut. Dhe në vargun e 3 ne lexojmë kur ai pa Petron dhe Johanin që po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Ky njeri kërkoi lëmosh dhe patjetër që kërkimi i lëmosh tregon që njeriu kërkon nga Perëndia gjëra të vogla, imediate, të hajë, të pi, të shërohet, të krijojë disa kushte sociale të favorshme për jetën. Por Perëndia nuk ka këtë plan kaq të vogël për njeriu. Ashtu si dhe Krishti mësonte dishepujt: mos kërkoni të hani dhe të pini dhe të visheni. Këto e kërkojnë kombet. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe gjitha gjërat
do t'ju jepen si shtesë. Por njeriu kur nuk ka horizontin e vërtet në lidhje me Perëndin nëpërmjet besimit dhe doktrinës së Krishtit, patjetër që Perëndin e shikon në koncept shumë të vogël dhe për gjërat imediate dhe toksore. Por përsëri lexojmë që atëre në vargun 4, pra flasim, atëre Petro dhe Johani, duke ngyllur syt mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe vargu 5, dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Petro i tha: "Unë nuk kam as argjend as ar, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jesu Kristit Nazaret, çohu dhe ec." Shikoni se apostull Petro dhe Johani kërkonte që i çali ti shikonte, të vendoste vëmendjen tek ata. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse njeriu thirret nga Zoti dhe nëpërmjet kishës apostolike, thirret në një marrëdhënie personale. Kisha gjithmonë na thret në emër, nuk na thret si një turm, si një shifër, por na thret në emër. Dhe duhet që të kemi një besim, një përqendrim në komunikim me Zotin, që të vi edhe mrekullia. Kjo është shumë e rëndësishme. Por apostull Petro e thotë: "Nuk kam as argjend as ar." Apostujt në vetvete ishin të varfër, sepse vetë Zoti Krisht ja kishte ndaluar që të mbanin në brezat e tyre ar dhe argjend, që ata mos manipuloheshin, por dhe mos manipulonin tjerët, por të shpresonin në përkujdesjen hynore. Dhe patjetër që apostull Petro dhe Johani e mbanin këtë porosi të Krishtit, dhe ata ishin të varfër, dhe pavarësisht se ishin të varfër nga ana sociale, ekonomike, ishin të pasur nga fuqia e Perëndisë. Kjo është arsyeja që apostull Petro dhe Johani thonë: "Ar dhe argjend nuk kemi ose nuk kam, por atë që kam po ta jap." Dhe çfarë kërkon të flasi? Ai po flet për fuqinë që i kishte dhënë Krishti, që të shëronin çdo sëmundje dhe në lëngat në popull, madje edhe të ngjallnin dhe të vdekur. Dhe në këtë moment ku i çali shikon dhe beson tek çfarë po thonin apostujt, atë ndodh dhe mrekullia. Apostull Petro e kap nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë dhe në çast i forcuan këmbët edhe nyjet. Pra kemi kontaktin që bëri apostull Petro, por apostull Petro këtë nuk e kishte fuqi magjike të tij, por thot në emër të Isu Krishtit. Pra në emër të Isu Krishtit e shëron. Kjo është arsyeja që edhe kisha nuk ka fuqinë e vet, si institucion i pavarur, por është trupi i Krishtit dhe në kishë vepron fuqia e Krishtit, siç vepronte edhe tek apostujt, dhe transmetohet tek njerëzit që vinë kërkojnë takimin me Zotin ose ndërhyrjen e Zotit nëpërmjet kishës, me anë të mistereve, me anë të lutjeve, me anë të uratave që bën kisha nëpërmjet klerit. Dhe kështu pra bëhen mrekullit në fuqinë e Isu Krishtit ose në emër të Isu Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë çast ndodh dhe mrekullia, pra ai ecën, jo vetëm ecën, po idhet nga gëzimi, lavdëron Perëndin. Kjo tregon shërimin jo vetëm trupor, por dhe shpirtëror të këtij personi, i cili ishte i çal trupërisht, po i çal dhe shpirtërisht, ishte në një gjendje të vështirë ekonomike, po dhe i vështirë shpirtëror, në një lloj depresioni, por që besimin Jesu Krishtin dhe fuqia Jesu Krishtit nëpërmjet apostujve e transformoi atë, e bëri njëri normal, qeteste, të kërcente dhe të gëzonte në marrëdhënie me Zotin. Kjo është shumë e rëndësishme, të dashur të krishterë, sepse si ky çal janë pothuajse të gjithë njerëzit, thamë që ky përfaqëson natyrën njerëzore pa Perëndi, të çal që nuk mund ty në prezencën e Zotit, dhe flasim për gjendjen e mëkatit dhe pasojat e mëkatit, por në qoftë se besojmë në fuqinë e Jesu Krishtit që na jepet nga dëshmia e kishës apostolike, që vepron në kohë dhe në hapësirë, atëherë kjo fuqi e Jesu Krishtit vepron te çdo person dhe ndodh mrekullia, jo vetëm shërimet fizike, fiziologjike, por shpirtërore, dhe personi njerëzor bëhet një qenie normale, shpirt trup dhe e gëzueshme, komunikuese duke lavdëruar Perëndin. Prandaj mesazhi kryesor i kësaj pjese është: fuqia nuk vjen nga njerëzit, por nga Isuji, dhe kjo fuqi gjendet në kishën apostolike. Besimi në Krishtin sjell një transformim real. Mrekullia nuk është vetëm fizike, por dhe shpirtërore, prandaj edhe kisha quhet
një spital që shëron gjithë sëmundjet shpirtërore dhe trupore në emër të Isu Krishtit, dhe përgjigjja e njeriut ndaj kësaj mrekullie nuk është gjë tjetër veçse të lavdërojë Perëndin në emër të Isu Krishtit, dhe kështu të bëhet një qenie funksionale për veten e vet, por edhe për të tjerët. Prandaj ajo që është e pamundur për njerëzit, është e mundur në besimin e fuqisë Perëndis që transmetohet tek ne në emër të Isu Krishtit nëpërmjet kishës dhe mistereve të saj. Prandaj, të dashur të krishterë, askush prej njerëzve nuk më thonë se un kam një sëmundje të pashërueshme, mjekësia nuk mund të bëj dot gjë, por mund ta bëj Perëndia në emër të Isu Krishtit, dhe Isu Krishti gjendet në kishë, dhe kisha fton të gjithë njerëzit nga jashtë brenda që takojnë Krishtin e ngjallur, dhe fuqia e Krishtit të ngjallur të veprojë tek ata dhe të bëjnë ndryshimin mendor, shpirtëror dhe trupor, që dhe ata të ndryshojnë dhe t'i japin lavdi Perëndis. Mendoj të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin dhe miq, ta mbyllim dhe këtu takimin tonë të përditshëm për të takuar në takimin arshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Dhe siç tham, dhe traditën e kemi, përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.